Faleminderit shumë Ait. Po si e ke parë këtë vit? Të shoqëruar plot ngjarje kriminale, por cilia ka qenë ajo që ka bërë më shumë ti buj? Patjetër, shikon fakt po hitja nisi përpara se sa të vija këtu përpara teje për të rikujtuar edhe një herë se çfarë ka sjell ky vit sa i takon ngjarjeve kriminale. Dhe di çfarë vura re Mario që në pothuajse çdo muaj kishte një, dy ose në disa muaj edhe më shumë se dy vrasje, e në rastin më të keq disa nga ngjarjet kriminale të shënuara në vendin tonë këtë vit kanë qenë edhe me nga dy viktima, pra që e ka përcej disa të fajshme, disa të pafajshme, pastaj këto janë hetimet që do t'i ndajnë nëse janë gjendur në vendin e gabuar apo kanë pasur lidhje me ngjarjet. Vetëm në 2 muaj nuk ka pasur ngjarje kriminale të regjistruara, në muajin maj dhe në korrik, ndërkohë që në janar, në shkurt, në mars, në prill, në qershor, në gusht, shtator, tetor, nëntor dhe dhjetor ka pasur ngjarje kriminale të regjistruara. Qartë, por ajo që bie në sy është një ngjarje që është shoqërua pak javë dhe pak muaj më parë në Rinas, ku vra Gilman Todani, krau i djathtë i Shullazit. Ka qenë ajo ngjarje më e bujshme këtij viti? Në fakt do të nisja disa ngjarje të rënda që kanë ndodhur këtë vit në vendin tonë. Së pari njëherë ka pasur një rritje të numrit të vrasjeve me thikë dhe për motive banale. Për shembull, disa muaj më parë vetëm brenda një dite ishin 3 ngjarje të rënda të regjistruara me thikë, një si pasojë e krimit brenda familjes dhe dy të tjera, njëra në vendin e punës, dy të tjerat në vendin e punës në fakt, në të dyja rastet, një në Berat, një në Tiranë dhe një në Durrës, ka qenë shumë e rëndë vrasja e shtetases së huaj, e cila erdhi së bashku me të jatin në Shqipëri duke u mashtruar nga ky i fundit dhe ky i fundit e vrau në një shtëpi me qera të marrë në kryeqytet. Besoj të kujtohet dhe është një nga rastet patjetër më të vështira për tu raportuar, por edhe për faktin se këta shtetas të huaj kishin marrë informacion dhe ishin të bindur që të vishë në Shqipëri dhe të kryesh një vrasje nuk mund të zbulohet aq lehtë, pavarësisht se policia shqiptare për fat të mirë në bashkëpunim edhe me policinë gjermane arritën që ta zbardhin ngjarjen në fakt në një kohë le të themi relativisht të shpejtë. Ngjarja tjetër e rëndë ka qenë dy vrasjet e ndodhura në qytetin e Shkodrës, njëra me 2 viktima dhe tjetra me një viktim, njëra ndodhi në ditën e parë të shkollës mu në afërsi të një prej shkollave 9-vjeçare të kryeqendrës së Veriut dhe tjetra në një kafene të mbushur plot me njerëz. Njëra nga ngjarjet kriminale zbardhur tashmë nga policia e Shkodrës për shkak se u arrestua autori i ngjarjes dhe pranoi që në fakt shënjestër kishte qenë një nga personat që mbeti i plagosur, ndërsa ngjarja tjetër gjithashtu e regjistruar në pedonale në një zonë shumë të populluar qytetit Shkodrës, vazhdon të jetë e pazbardhur nga policia dhe prokuroria e Shkodrës. Ndërkohë, nëse vi pastaj më pas, patjetër që ngjarja e Rinasit për shkak të vendit ku ndodhi, për shkak të masave të shtuara të sigurisë që ka i gjithë perimetri, le të themi, i aeroportit e bën një ngjarje të jetë të rëndë edhe për nga mënyra se si u organizua kjo vrasje, pra zgjati në një kohë ndryshe nga ngjarjet e tjera, Mario, që përgjithsisht zgjatësin tek 30 apo 40 sekonda, atentati i Rinasit ka marrë gati 2 minuta kohë për autorët për të arritur, le të themi, qëllimin e tyre final, që ishte ekzekutimi i objektivit kryesor të paktën të dyshuar deri tani nga ana e policisë dhe prokurorisë Gilman Todanit dhe që shoqërohej nga Mustafa Sheqeri apo Muçi Shaliani, siç njihen ndryshe një efektiv apo një punonjës si autoritetit të mbikëqyrjes policore i cili ndroi jetë disa ditë më pas në spitalin e traumës në kryeqytet. Nga ana tjetër, edhe mënyra, pra, në fakt unë ngjarjen e Rinasit e kam konsideruar tipik një akt terrorist, sepse autorët vepruan, ishin 3, pra nuk ishte 1,
dhe vepruan pa u menduar as pak, duke qelluar edhe në drejtim të ambienteve të lokaleve që janë shumë afër të qindra njerëzve të mira njerëzve në fakt, të cilët hyjnë dhe dalin nga aeroporti i Rinasit dhe nuk patën asnjë lloj le të themi hezitimi apo ruajtje, por qëllimi i tyre ishte të ekzekutonin apo të kryenin ato detyrën që kishin marrë përsipër dhe për të cilin dyshohet edhe që të jenë paguar. Dhe këtu bëhet fjalë për një nga vrasjet më të kushtueshme në fakt sa flitet në atë botën e errët, një nga vrasjet më të kushtueshme të bëra ndonjëherë në vendin tonë, me një vlerë prej 5 milion eurosh, me disa grupe të dyshuara si të përfshira që kishin për qëllim ekzekutimin e Gilmando Damit apo le të themi atë zbehjen e fuqisë së grupit të Emiliano Shullazit, që edhe pse vazhdon të jetë duke vuajtur dënimin përsëri, duket që jashtë ka le të themi një peshë ende grupi i tij. Po roli SPAK si ka qenë ndaj krimit në këtë vit? Ka pasur disa operacione në fakt, Mario, sidomos disa nga grupet kriminale që ishin konsideruar, le të themi, si të paprekura. Në fakt, më shumë se sa grupe, unë do t'i konsideroja familje kriminale apo familje mafioze, për shembull, operacioni Ura, i bërë në bashkëpunim me autoritetet italiane dhe agjensitë europiane legislatuese, u godit grupi i troplinëve, pra grupi i Xhevdet Troplinit, pavarësisht se për këtë të fundit autoritetet italiane nuk mundën të gjenin prova si i përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike, duke përfshirë këtu edhe trafikun përmes portit të Durrësit, herë si port hyrëse e herë si port dalëse e lëndëve narkotike, por nipi i tij, Elvis Doçi, apo i njohur ndryshe si visi i Pojës, u shpall në kërkim në fakt 2 herë nga prokuroria e posaçme, në 2 hetime të përbashkëta me italianët në të dyja rastet për trafik të lëndëve narkotike. Ka bërë jo pak buj patjetër edhe goditja e le të themi antarëve të fisit Raja, antarët e këtij fisi janë bërë të njohur për disa arsye. Së pari duke qenë se kemi pasur në parlament Raman Rajan, një deputet të Partisë Socialiste, ndërkohë nga krahu tjetër të gjithë mbajnë mend historinë e Gisela Malokut, e cila denoncoi dhunën e ushtruar nga ishi dashuri i saj, Recep Raja, nipi i deputetit socialist, dhe përpara, në mos gaboj, 2 vitesh u përfshi në një tjetër rast barbar, do të thoja, dhune të ushtruar ndaj fisit Maja në afërsi të zonës së Thumanës, pikërisht për shkak të mosmarrëveshjeve që kishin pasur për një zyrore, banorët e fshatit apo antarët e këtij fisi pretendonin që guroria po ju prishte shtëpitë dhe në fakt me të drejtë antarët e fisit Raja shkuan dhe ushtruan dhunë barbare dhe për më tepër videot i postuan edhe në rrjetet sociale duke bërë një sehir, le të themi, dhe një karshillok të madh publik, por edhe institucioneve. Kohë e cila dhe akti i cili në fakt i kushtoi edhe dorëzimin e mandatit apo lënien e mandatit deputetit socialist, e nga ana tjetër çoi edhe në shkrirjen e komisariatit të Krujës.